fiton ai që ka më shumë para. Më kujtove diçka me burgun, do pyes Enin. Një tjetër lajm që kishte dalë gjatë ditës së sotme, kemi folur kaq shumë për këtë historinë e telefonave në burg Ferhati, dhe sot qarkulloi një lajm që ishte kapur telefoni Laert Haxhiut në burg. Tani, çfarë është kjo? Korrupsion brenda burgjeve, në sistemin e burgjeve, çfarë po ndodh? Se tani për çfarë i duhet telefoni një të burgosur? Për të folur me familjen, besoj flet nga telefoni i burgut. A mund të përdoren këto telefona për të vazhduar aktivitetin kriminal këta individ, për të dhënë urdhra, për të bërë Bën gjoba. Çfarë do lloj gjëje pra? Tani a kalohen kaq lehtë këto? U kap një telefon. Pastaj ti ke folur vetë këtu për lista pagesash, për menu çmimesh, sa kushton për të futur një telefon e sa jo. Pyetja që shtrohet, ne kemi diskutuar edhe këtu, në një mision që i kemi dedikuar këtij fenomeni që po na ndodh. Kur ishte sapo plasi, po. Unë kam thënë që çdo telefon që kapet në burg prodhon vetëm diçka, nuk do të ndalet kurrë si fenomen, do të rrisë vetëm çmimin. Asgjë tjetër nuk do ndryshojë, sepse jo për ta banalizuar apo për të bërë krahasime që nuk qëndrojnë, por realisht në gjithë botën ndodh ky fenomen. Nuk po them që bën dhe filma, siç është ajo, por ndodh si fenomen. Çështja dhe për sa kohë ndodh në burgje në Britaninë e Madhe, ku ne shikojmë qytetarë që bëhen problem. Etj me radhë. Patjetër që do të bëhet këtu, sepse në fund ditës ata persona që sot mbajnë në sistemin ton penitenciar, sigurisht në burgjet e sigurisë lartë, janë persona të cilët kanë fuqi ekonomike, kanë kapital shumë të madh ekonomik. Sigurisht ai do t'i krijojë gjitha kushtet e nevojshme që dhe atje ku është do tentojë minimalisht. Patjetër, po. Sigurisht që një punonjës i policisë burgjeve, qoftë i regjimit brendshëm apo i regjimit të jashtëm, i cili merr, se sot kam pasur një shqetësim, sepse pati një konferencë nga ministri i drejtësisë Toni Gogë dhe ja përcolla këtë shqetësim, një person, një punonjës i policisë burgjeve, i cili merr 640.000 lekë mos gaboj vjetra rrogë, nuk merr as trajtimin ushqimor, patjetër nëse do të shkojë dikush do të thotë që të jap 20.000 euro, fut një telefon burg, do ta marrë atë risk në kuptimin e joshjes nga vlera e madhe monetare që ofrohet. Kështu që kjo është diçka që do të vazhdojë gjithmonë. Ajo që unë sot pyet edhe ministrin dhe që realisht, sepse nuk është çështja vetëm tek Laert Haxhiu, që sigurisht akuzohet nga SPAK edhe dyshohet si drejtuesi një grupi kriminal. Na ka ndodhur edhe në burgje të tjera, ndoshta jo të sigurisë lartë, po edhe burgje të sigurisë zakonshme, për shembull në burgun e Durrësit, është gjetur një aparat celular. Me indicje nga SPAK-u. E di si më ngjan kjo skema Eni, nuk e di nëse duhet ta them këtë që mendoj, po më ngjan një skem e tillë. E kapin celularin, pasi bën pagesën tjetër, se është me faza. Ti jepet celular, pra pa celular nuk rrim burg ndonjëherë. Jo, mund ta kesh edhe më të rafinuar madje. Dhe çështja është problemi është ku e ke karikuset. Me çfarë kariko? Ku e fut atë spinën? Ferhati. Ne kemi parë... Ka radio sa të duash. Ne kemi parë edhe çuditëra që ndodhen dhe thotë nëse mban mend që kishin futur edhe modem për shpërndar internet. Dhe ai i burgosurve atje të burgosurit e bëjnë celularin vetë, mëse nuk është një shkencë e madhe. Mjafton kartë. Po, as është problem fare. Ka i burgosur që jo mos bën televizor apo ti doj qefi. Që është nga më të rrezikshme. Po të duhet lënda parë gjithsesi. Vetëm karta i duhet. Edhe mikrofon. Po tash ti mbase se pranon, po është fakt kjo që janë kapur. Që është mjeshtër teknologji, ja akuzuar për 4-5 vrasje. Besoj se duhet ta keni ndjekur, e themi dhe si e marrë mirë ta fili, është mjeshtër i këtyre. Ndodhet në burg? Po, është në burg me burgim për jeshtë. Dhe është në gjendje të prodhoj telefona? Po, edhe iPad po ti doj qefi. Dhe çështja është... Interesante. Është fakt ajo, është i ka të kapur ai ato. Vetëm karta i nevojitet, se kartën sim patjetër. Po lëndën e parë kush ja fut në burg? Ajo i bashkon vetë ai ato pastaj, i gjen me mjete rrethanore, pa diskutim që nuk është telefon që flet me kamera, me kështu po zërin komunikimin, bisedën e zhvillon normalisht. Dhe është i pamundur të gjendet, se nëse i çmontohet. Përgjohet ky lloj telefoni kështu? Po njësoj si të tjerë. Ah, okay. U përgjoj kanon. Pyetja është, kur ne kemi një fenomen tillë që ta individ pra të botës krimit dhe drejtues të grupeve kriminale apo organizatave kriminale, megjithëse i ndodhin këto fenomene, çohen në izolim dhe për të qenë korrekt në fakt do të thoja që avokati i Laert Haxhiut demohon të lajm pasi sipas klientit të tij telefoni nuk është gjetur në dhomën ku mbahet, nga ana tjetër
nga drejtoria e burgjeve, sipas informacioneve, na bëhet me dije që Lajra Xhiu është dërguar në izolim për shkak pikërisht të kapjes të aparatit celular dhe në atë dhomë kur gjetur celulari është akomoduar vetëm ai. Dhe po thoja që këto personazhe kapen me telefona janë shumë të rrezikshëm me tjerë me radhë, ndërkohë që ne sistemin apo regjimin e ashpër 41 bis sot e kemi bosh. Pyetja është që shtrohet kur ne kemi vullnetin për ta luftuar, po themi, këtë fenomen e tjerë me radhë, pse nuk ka propozime apo pse nuk ka procedura pse është një procedurë që ndahet mes disa institucioneve, qoftë prokuroria, policia e tjerë me radhë, për të izoluar në këtë regjim të ashpër dhe për të ndërprerë pikërisht këtë që ju me drejt thatë çfarë bën me këto aparate celulare brenda sistemit burgjeve, vazhdojnë aktivitetin e tyre kriminale. Tani, është normale që të vazhdojmë me këtë historinë, u kap një celular sot, u kapën 2 celular nesër, apo dhe të dalin ca përgjegjës? Shumë, një ngjarje, me qënë se Eni e bëri një pyetje me vënd, edhe publiku vdes për këto gjërat i di, është çfarë ndodh me këta telefona. Ka një ngjarje e fundit që unë e di, dhe jam djenit, kam informacion, është që një person shumë i rëndësishëm i botës së krimit, vetëm pak kohë më parë, ka shantazhuar me një foto në telefonat e 2 vëllezërve biznesmen në Shqipëri, që nëse ju nuk sillni parat, atëherë neve do t'ju vëmë bombën, mina, dhe ishte një foto e një materiali përpunues E një bombë të përgatitur, një bombë për përgatitur për ta vendosur në derën e shtëpisë së biznesmenëve. Pra përdorur për shantazh, po thoni. Është kërkuar informacion që për çfarë duhet të jap këtë shumë parash, bëj fjalë për shumë para, dhe fakti ishte që njëri nga vëllezërit kishte luajtur në kazino një shumë të caktuar, të cilën e kishte humbur, por që i detyroi kazinos për ta kthyer pas.